një situatë e cila me sa duket do të ketë edhe pak tension në vim, bëhet fjalë pikërisht për tregtarët, të cilët kanë dalë sërish ditën e sotme në protestë para teatrit Petromarko në Vlorë në kundërshtim të vendimit të miratuar në Këshillin Bashkiak për zhvendosjen e tyre. Protesta zhvillohet në një kohë kur në qytet pritet që të jetë i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Prandaj thash në fillim të fjalës time që do të ketë ndoshta tensione kjo protestë që zhvillohet ditën e sotme, çka ka shtuar kështu edhe vëmendjen dhe mesazhin e tregtarëve. Ndërkohë nga ana tjetër ata kundërshtojnë vendimin sipas cilit sektori frutaperimeve do të vendoset në tregun e Çoles, ndërsa tregtarët industrial në tregun e Shumicës në Jalli të Nartës. Tregtarët shprehin se vendimi është marrë pa konsultim plot dhe pa garanci për kushtet e punës, duke theksuar se zhvendosja në këto zona rrezikon aktivitetin e tyre dhe i dëmton ekonomikisht. Janë këto pamje që vijnë nga protesta ditën e sotme. Jemi drejt për së drejti, do të kemi edhe kolegun Gentian Kullçiu, i cili do ta jap informacion më të hollësishëm dhe patjetër do të na përcjellë edhe zërin e vet protestuesve. Genti, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Neta, dhe tregtarë që dalin për sot në protestë para teatrit Petromarko në Vlorë në kundërshtim të vendimit të miratuar në Këshillin Bashkiak për vendosjen e tyre. Protesta zhvillohet në qytet, pritet që të vijë edhe kryeministri Rama, që ka shtuar vëmendjen mesazhin e tregtarëve, por dhe theksoja se në këtë moment nga informacione jo lutare është kryeministri Rama mund ta ketë anulluar takimin në teatrin Petromarko, kur bëhet aktiviteti edhe disa hapa drejt BE-s. Ndërkohë janë dhe efektiv të policisë që kanë ardhur, janë afruar pranë tregtarëve të qytetit Vlorë, cilët kanë disa ditë themi që dalin dhe protestojnë para bashkisë në pa takime me kryetarin e bashkisë Bruna Mesini, por duke mos gjetur një zgjidhje, por në fakt ishin një pjesë e tregtarëve industrial që do të shkojnë në Jalli të Nartës, jashtë qytetit të Vlorës, çka vështirëson punën e tyre, si shprehin ata që do të kenë drejt falimentimit, sepse gjithashtu edhe qytetarët që kanë ardhur në mbështetje të qytetarëve. Ndërkohë, tregtarët do të afrohen pranë teatrit Petromarko, ndërkohë që ngritur dhe një barikadë nga ana e policisë së shtetit dhe policisë bashkiake dhe për mos lejuar tregtarët dhe qytetarët që kanë dalë në protestë për të qëndruar për të pranë teatrit Petromarko. Ndërkohë pritet të ka një tentativë Genti për shpërndarje të protestuesve? Po, që do të jetë, po. Ka një tentativë për të shpërndarë protestuesit nga ana e policisë? Po, për të mos i lejuar që të kalojnë rrugën për të dalë pranë teatrit Petromarko, duke theksuar që nga protesta kur qyteti ishte pa ujë të pishëm, një protestë me dhjetra qytetarë të cilët protestuan në fund brenda dyrëve të teatrit, ndoshta kjo është frega sepse tregtarët mund të ndodhe një taskenë, duke mos lejuar që të afrohen teatrit. Po, ja të gjejnë qytetarët. Më mirë të vinë nga Myanmari, nga Bangladeshi dhe nga Ka çuajnë si në mesje. Na thonë ikni prapë që nuk të ishim me plasmas për jashtë. Ti siguroj një vënë. Bëj atë kapanone, ku do në marrë. Nëse në rruga i ju kanë vendosur të shkojnë në Jalli të Nartës. Po. Nuk e di, nuk e Nuk pranoni fare në Amerikën thotë ajo. Pastaj nuk ka mori atje dera për na marr mendimin atje. Nuk ka mori fare asnjë lloj tregtari. Përkundrazi ne do protestojmë ditë për ditë. Që na lënë në qell të hapur. Janë lidhur me kreativa, janë me alla, janë me tëra. Sot keni dalë. Ne kemi dalë çdo ditë. Kemi 10 ditë po e bëjmë të punë. Ajo fallet me ne kryetaria. Pra distanca është e largët në mund shumë largë. Është fshati. Nuk ka lidhje me Vlorën. E thot janë kam biseduar me tregtar, me këtë tregtar ka biseduar. Ja ku janë tregtarë. Ku jemi? Hajde thot njëri. Asnjë në botë. Në shërbim të popullit. Aty nuk ka popull, aty ka mushtronja dhe banë. Për çfarë? Në qoftë se duan ta bëjnë tregun, urdhot lutem shumë. 2 muaj kushin tregu i fruta perimeve, se do rehabilitohet. Se keni dalë sot përpara ta. Po kemi dalë se ajo nuk bëhet treg atje. Atje nuk bëhet treg. Jo, atje tallen me neve. Atje tallen me neve. Urdhë të lutem shumë, ku është qendra e Vlorës? Ku është populli? Në skel, këtu, këtje.
apo në balë të Çoles. Do vi tjetri për një pallat. Nuk vjen. Atje është për të mbyllur gojën neve që sheshi të bëhet pallate. Po. Ore, le sa thënë. Qa do thoni ju, le sa thonë ata. Ne nuk I tham duam rrugën e re, ne I tham bordurat e rrugë e re. Jo rrugën. Bordura në kratë në poshtën të rrugës e re ishte normale. Rrugën demokracia. Ore, të lutem. Ne nuk deshëm rrugën. Se keni ardhur. Ne kemi ardhur ty. Po çaj do Edi Rama I ka dhënë urdhër asaj, e kanë bashkë ata. Se nuk thuan 3-4 përfaqësues atje në mbledhje ku Këshilli Bashkiak. Nuk pranojnë njëri. Po pse nuk u pranojnë? Se nuk u pranojnë njëri që do kështu. Do flisim edhe atje, do përkonim drejtën tonë. Jemi allergjinja, nuk kemi dalë aty po punojmë. Nuk kemi kërkuar ndonjë gjë. Kërkojmë tani aty sa më afër. Nuk largohemi, s'ka. Ne kërkojmë bani familje tonë. Ku jam më thuaj mua aty, ku do ju ushqej? Janë 3 fëmijë. 8, 6, 2 vjeç. Ku do t'i çojmë? Si do t'i bëjmë të ngrënë me të pirë? Po na shkollë, në veshur. Ato 3 unë kam vajt fëmijë, urita, u bëra me fëmijë. Po, patjetër. Pra ju jeni qytetarë që ndalën mbështetje. Po, unë jam qytetare vlonjate, dem babadem, qytetare vlonjate, ndihem shumë e indinjuar për gjithë këtë komunitet, e kupton? Për arsye sepse qyteti I Vlorës ka qenë një qytet ndryshe, unë nuk jetoj këtu, kam 30 vjetë larguar, vi shpeshere, kam bërë Vlorën si Anglin, me fjalë Angli, Vlorë kam bërë si Vlorë skel. Për arsye sepse shikoj, kemi njerëz që kemi lënë ambas, edhe ndihem shumë e indinjuar për prindrit, për këta qytetar, që unë jam qytetare vlonjati, edhe shikoj një ndryshim, do me thëmë për keq, jo për mirë në qytetin e Vlorës. Ai sheshi flamurit atje ka qenë një shesh flamuri që kishe qef ta shikoje. Kur ka marrë mbas disa vjetësh, e shikoja, ka qenë Gjika, kryetar bashkie. Kishe qef ta shikoje Vlorën. Nuk e di, ka ardhur dikush I tjetër, e kupton, pse djemë vlonjat dhe vajzat vlonjate nuk janë në krye të këtij qyteti. Jam shumë e indinjuar, e kupton? Djemë të shkolluar, vajzat të shkolluara, vinë nga rrethet të tjera. Pse? Pse duhet të lëvizin institucionet e këtij qyteti? Pse duhet të vënë në vende të tjera? Kush është këtu? Këtu unë me sa kam parë në televizionin ton shikojmë vetëm politikë. Jemi mërzitur nga politika, nuk duam politikë. Këta njerëz janë lodhur nga politika. Më vjen shumë keq për qytetarët e mi. Më vjen shumë keq. Duhet djalë vlonjat, duhet gocë vlonjate, duhen njerëz të lindur në këtë vend, e kupton? Ka plot që ta komandojnë këtë qytet, ka plot dhe janë të shkolluar dhe më shumë se sa ata që e drejtojnë këtë vend. I bëj një thirrje zotit kryeministër Edi Ramës, e kupton? Do të vinte sot për të anulloj, po. E anulloj. Mua nuk më intereson, e anullon. Unë nuk po trëme syri për asnjë gjë. Për nënën time, për familjen time, për qytetin tim, ku jam lere rritur, nuk më trëme syri për asnjë gjë. Ndiem shumë keq që shikoj ato që është flamuri, që më vjen turp të kaloj atje. Kur ta ishe